gjumi, duke qenë se teksa kemi folur edhe me shumë kënd që në ndjek si një nga problemet më të shpeshta, mos vallë fakti që ne ndërtojmë një habitat me aromën që duam në shtëpinë tonë dhe kjo e bën më familjare për ne dhe për mënyrën se si ne funksionojmë. Rregullon rrjedhimisht edhe orarin tonë të gjumit? Patjetër që po. Është shumë e rëndësishme që mos ta ngarkojmë. Pra duke dashur që ne të krijojmë atë zonën tonë të rahatisë edhe të kemi një gjumë të mirë, mund të përdorim shpeshherë dhe shumë aroma, po është shumë e rëndësishme të gjejmë një aromë specifike e cila ndikon drejt për drejt tek ne. Individ të ndryshëm kanë aroma të ndryshme. Disa pra pëlqen livandon, e cila është karakteristik për qetësim, për këtë pjesën e uljes së ankthit, e uljes së stresit. Disa të tjerë pëlqejnë rozmarinën, e cila rrit përqendrimin. Është shumë e mirë. Dikush menten që sjell atë pjesën e freskisë, pra por jo, nuk do sugjeroja kombinimin e të gjitha këtyre, sepse një aromë e preferuar do ndihmoj patjetër edhe me një gjumë të mirë. Edhe në dhomën të krijojmë atë rutina para gjumit është shumë e rëndësishme për një gjumë të mirë. Pra, larg patjetër aparatave celular, nëse vuajmë nga pagjumësia, një dritë më ulët, ndoshta edhe një jo muzikë, po një ritëm më i qetë që të ndihmon në vendosjen e individit në gjumë. Melodi mund të jetë një melodi.